Vllaznimi ka siguruar fitoren e parë si mysafir këtë edicion. Në ndeshjen e tij të dytë në ndrejtimin e Vllaznimit, Skënder Shëngyli është gëzuar 3 pikë të ri pas fitores 2-0 ndaj Rami Sadikut. Edhe pse pjesa e parë nuk solli gola, të dyja skuadrat i patën mundësitë e tyre, por u mungoi fati në të dyja skajet. Në pjesën e dytë, skuadra gjakovare u tregua më kërkuese dhe me një iniciativë të lehtë në fushë, arriti që të kapitalizonte gjithë këtë dominim të topit. Kjo u shpagua kur në minutën e 57 Tun Bardhoku realizoi me këtë goditje. Iniciativa e Vllaznimit dha frytet e saj kur zëvendësuesi Lori Kërudi në minutën e 93 e shpagoi besimin e trajnerit Shëngyli, duke shënuar për shifrat përfundimtare të ndeshjes i ndihmuar edhe nga mbrojtësi Ilir Gega. Rami Sadiku, Vllaznimi 0-2.